Mirëmbrëma të nderuar shikues të TVM2, mirë se po takohemi me emisionin Zoom. Një institucion që duhet të jetë mbi politikën, sot është në qendër të saj. Një mekanizëm i ndërtuar për të mbrojtur balancën ndërretnike, sot vjet në pikpyetje dhe një debat që duhet të ishte juridik është kthyer në përplasje të pastër politike. Deklaratat e fundit të kryetarit të gjykatës kushtetuese Darko Kostadinovski për Badenterin kanë hapur një kapitull të ri tensioni jo vetëm mes partive, por edhe në perceptimin e qytetarëve. Në anën tjetër, temat që lidhen me gjuhën shqipe, përfaqësimin dhe të drejtat e shqiptarëve vazhdojnë të mbeten fuqishëm në skenë, ndërsa në kampin politik shqiptar po zhvillohen procese të reja përfshirë edhe diskutimet për bashkimin e Vlenit në një subjekt të vetëm politik. Një proces që shoqërohet me sfida dhe pritje të ndryshme. Këto janë temat që do t'i hapim sonte në Zoom. Me mua në studio janë analistët Ibrahim Mehmeti dhe Xhelal Neziri. Të nderuar, përshëndetje dhe mirëseardhët në Zoom. Mirëmbrëma. Kënaqësia është e jona të jemi së bashku në këto minuta për të diskutuar dhe komentuar zhvillimet politike, por do nisim me një institucion që nuk është politik, por që deklaratat e kryetarit të këtij institucioni shpesh herë kanë ndezur përplasje politike. Si vlerësoni deklaratat e Darko Kostadinovskit në lidhje me Badenterin, deklaratat që i dëgjuam sot, zoti Mehmeti? Po kjo nuk është vetëm një deklaratë e këtij kalibri ose këtij lloji të deklaratë. Po, është deklarata e fundit. Po, ai dha disa deklarata, edhe javën e kaluar dha deklarata të ngjashme. Dhe kjo deklaratë, nëse flasim vetëm për atë, për si përfaqësues të gjykatës kushtetuese, mendoj se është pak të thuhet se kjo është skandaloze, për arsye se deklaratë të tilla eventualisht mund të pranohen nga politikanë ose nga mendimtarë, mirë po një përfaqësues i gjykatës kushtetuese duhet të jetë i pari që do ta mbrojë atë parim, sepse është parim kushtetues. Ngjashëm sikur që ishte deklarata e tij para një jave kur fliste për përdorimin e gjuhës shqipe, kur ishte në pyetje për këtë iniciativën e Aleancës për Shqiptarët, nëse më kujtohet. Lidhje me Safe City. Po, lidhje me këtë Safe City. Me thënë, ai nuk jep argumente, edhe për këtë deklaratë më të fundit, për Badenterin, ai nuk jep argumente, thotë se për shkak të kësaj, ose ta elaborojë, me thënë, në bazë ligjore, në bazë kushtetuese, edhe thotë, prandaj unë jam kundër të zonë. Mirëpo ai nuk jep kësi deklaratë. Ai thotë mua nuk më pëlqen. Sikur me qenë një tash thuaç analist politik është në çmim bile edhe për ne, se ne mendoj se nuk përdorim si kualifikimesh për çështje të cilat priten nga ne të kemi qasje serioze. Kështu që mendoj se kjo dhe deklaratat e tija, po edhe ato të ministrave që pam edhe sot ose dje kur ishte ministri i Arsimit, po edhe ministri tjerë, ministri i punëve të brendshme, kur ishte përsëri për probleme e gjuhës shqipe në to shenjat që kanë të bëjnë me kontrollin e shpejtësisë ose të komunikacionit. Të gjitha këto mua më ngjajnë si një fushatë e koordinuar për degradimin e përdorimit të gjuhës shqipe ose për degradimin e pozitës së gjuhës shqipe në sistemin shtetëror, po edhe juridik të vendit. Dhe kjo duket se kalon pa ndonjë shqetësim të njerëz të cilët janë të thirrur që të kundërvihen këtyre iniciativave. Unë nuk mendoj se vetëm Partia Shqiptare, po Partia Shqiptare duhet të jenë të parat, sidomos ato në pushtet, po edhe opozita kanë të njëjtin obligim, siç kemi edhe ne, se ne nuk jemi as në pushtet, as kemi qenë, as nuk jemi, po përsëri reagojnë, do thotë duhet të reagojnë të gjithë. Sepse ka pse. Ju përmendët deklaratat e Kostadinovskit edhe më herët në lidhje me gjuhën shqipe. Çfarë rrezikon të prodhoj kjo? A mund të rritet mosbesimi i shqiptarëve në institucionet shtetërore, në këtë rast në gjykatën kushtetuese? Kjo është kryesorja në fakt. Nëse këto deklarata kanë një efekt, kjo është efekti në degradimin e raporteve ndërretnike, dhe raportet ndërretnike mund të ngellë kështu shumë abstrakte, po më konkretisht mund të kenë ndikim të madh në besimin që e kanë shqiptarët në sistem, në sistemin ligjor të vendit, sepse ne e dimë që gjuha shqipe është në kushtetutë,
Se ka shumë, dhe gjë edhe njerëz intelektual që thanë nuk është në kushtetutë, po është në kushtetutë. Shkruan gjuha maqedone, pika e ardhshme është se gjuha shqipe është gjuha 20% që është në kupton gjuhën shqipe në këtë rast, sepse ne jemi ata mbi 20%. Dhe të thonë është në kushtetutë, është ligji, edhe pse disa parti shqiptare shpallën që nuk ekziston ky ligj, edhe pse ekziston. Dhe gjitha këto duket si një konspiracion i cili ka një qëllim të cilin ne ndoshta nuk e kemi të qartë, mirë po efekti që i prodhon kjo është se rritet mosbesimi ndaj institucioneve dhe rritet ndoshta edhe alienimi, si thëmë, alienimi ashtu i qytetarëve nga pushteti, sepse ti kur i ke pas një të drejtë, e cila ka funksionuar, nuk është një drejtë që ke pas ti djedha sot se ke, po e ke pas me vite, dhe tani dikush thotë jo, kjo nuk ekziston, atëherë automatikisht rritet edhe mosbesimi dhe kjo mund të prodhoj përçarje në raportet ndërretnike, mosbesim, izolim, domethënë izolim, në këtë rast të shqiptarëve si reagim ndaj kësaj pakënaqësie. Dhe mendoj se për këtë nuk janë vetëdijshëm këta përshtatje, sepse nuk kanë lidhje me këto efektet e mundshme që mund t'i prodhojnë. Ata janë mësu se gjithçka është pazar. Domethënë një ligj është pazar me një ligj tjetër ose me një biznes tjetër, mirë po nuk e kupton se të qytetarët që nuk kanë interesa biznesi në punët e qeverisë ose me buxhetin e pushtetit, për ata kjo ka vlerë ose ka efekt emocional. Unë kështu e shoh, sepse unë e kam thënë edhe disa herë më parë, s'kishte disa herë pyetje po parti shqiptare nuk reagojnë. Po çka këtë parti le pajtohen, nuk pajtohen. Se është gjuha ime, po jo. Unë duhet gjuha ime të jetë në përdorim dhe unë duhet ta flas lirisht. Jo të frigohem se dikush e kthen kokën kur flas shqip me një kolegë ose me një në telefon kur flas me dikujt. Dhe këto efekte duhet mirën parasysh edhe duhet të reagojnë partitë shqiptare kanë obligim sepse ata votat i marrin pas kësaj, apo jo. Partitë maqedonase nuk dalin të kërkojnë vota me gjuhën shqipe, po shqiptarët po. Me që dalin kërkojnë vota për duke thonë gjuha shqipe, këto tjerë mos i përmendim, do ta hekim 20%, do ta bëjmë këtë, do bëjmë këtë, më në fund heshtin. Dhe kjo është tragjike, mendoj. Dhe kam ndryuar se kjo do të prodhoj efekte shumë negative në të ardhmen. Zotin Eziri, a pajtoheni që deklaratat e Konstantinovskit, siç e tha zoti Mehmeti, mund të jenë një përpjekje koordinuar për të goditur gjuhën shqipe dhe të drejtat e shqiptarëve në Maqedoninë të Veriut? Por realisht të drejtat e shqiptarëve nuk kuptojnë kryesisht gjuhën shqipe. Edhe marrëveshja Ohrit në thelb është arritur për të avancuar përdorimin e gjuhës shqipe. Dhe tash përdorimi i gjuhës shqipe pastaj implikon universitetet në gjuhën shqipe, arsimin e lartë në gjuhën shqipe, administrata, komunikimin ta ketë në gjuhën shqipe me qytetarët. Dhe pastaj gjithë kjo ndërlidhet edhe me përfaqësimin e drejtë. Pra nëse duhet të flas shteti shqip me qytetarin që është taksapagues i shtetit Maqedonisë së Veriut shqiptar, atëherë realisht edhe i punësuari duhet të jetë shqiptar. Në vendet ku 80%, 90%, 60%, 70% janë shqiptar, ai proporcion duhet reflektohet edhe brenda shtetit. Për shkak se nëse ke të kundërtën, atëherë ke apartheid, pra ke një sundim i pakicës mbi shumicën. Pra gjitha këto janë gjëra edhe të njohura, edhe të debatuara, edhe të stërdebatuara me vite me radhë. Por mendoj se këtu problemi nuk është aq edhe te si është formuluar në kushtetutë, si është me ligj. Problemi këtu është mungesa e shtetit ligjor, mungesa e një administrate që do të zbatojë ligjet, mungesa e një qeverie që do të zbatojë ligjet dhe kushtetutën, por edhe institucioneve të tjera siç është gjykata kushtetuese. Pa të gjitha këto institucione burojnë nga parlamenti, se parlamenti është institucioni, ajo bërthoma e sistemit politik Maqedonisë së Veriut si demokraci parlamentare. Nga parlamenti pastaj burojnë gjitha institucionet tjera. Për shkak se parlamenti ka vullnetin e qytetarit. Parlamenti ka atë do të thoya autorizim nga populli, nga qytetarët, nga maqedonasit, shqiptarët, serbët, turqit, që të sjell ligje, të ndryshojë kushtetutën, të sjell kushtetutë, të bëjë atë rregullim shtetëror si që ka bërë. Dhe tani kushtetuta e jep që gjuha shqipe, edhe pse jo takstativisht nuk thuhet gjuha shqipe, por
e nënkupton gjuhën shqipe të jetë zyrtare. Dhe tani ti ke zyrën ku ne e shohim pas ajo salla e mbledhjeve është të gjykatës kushtetuese ku pas shkruan gjykata kushtetuese vetëm në maqedonisht. Pra, gjykata kushtetuese që duhet jo ta zbatoj, po ta mbroj kushtetutën, gardian duhet qeti kushtetutës, nuk e respekton, pra e sulmon kushtetutën. Pra, kjo është kulmi i një paradoksit madh që ndodh vetëm në ato shtete që Amerikanët në vitet e 70 i kanë quajtur banana shtete, ato të Amerikës Latine, ku gjithçka është bërë rreth tregtisë bananeve dhe ligjet kanë qenë vetëm në letër dhe tregtia e bananeve ka diktuar gjithçka. Pra këtu problemi kryesor është ky. Problemi kryesor është se qeveria i interpreton ligjet dhe i zbaton ashtu si mendon vetë. A është organ ligjzbatues, është ekzekutiv, pse i thonë pushtet ekzekutiv, i ekzekuton vendimet e parlamentit. A do të thotë që gjykata kushtetuese është në ndikim tërësishëm politik? Po është në ndikim tërësishëm politik dhe nuk respekton kushtetutën dhe ligjet e vendit. Pra ky është problemi. Nëse ka ndonjë ligj që mbas edhe ka dalë jashtë kornizave kushtetuese, është detyrë e gjykatës kushtetuese që ta shqyrtoj ata. Po edhe në vlerësim, edhe në evaluim, edhe në shqyrtim, në analizim, nuk mund ta mënjanosh atë aspektin subjektiv. Kupton? Që ti nuk mund të ne të pajtohemi për gjithçka. Për shkak se kemi një pikpamje subjektive për gjërat. Dhe për këtë arsye mendoj se ka qenë një gabim shumë i madh, një lëshim shumë i madh i partive, ekspertëve shqiptar që ligjin për gjykatën kushtetuese, emrimin e gjykatësve kushtetues e bëjnë në parlament me badente, ndërkohë që ajo gjykatë kushtetuese brenda vendimet i merr me majorizim. Shpesh majorizimet nuk kemi parë. Pra 3 gjykatës jo maqedonas thonë janë kundër, ndërkohë që vendimi merret me 6 gjykatësit maqedonas që janë unanimisht. Pra këtu është edhe ai defekt i madh i gjykatës kushtetuese, një defekt i cili edhe nuk duhet të vi në shprehje asnjëherë nëse do të kishim njerëz normal në ato pozicione. Shkak se nëse ne në shtetet si Maqedonia e Veriut, shumica, populli shumic dhe funksionarët e popullit shumic kanë obligim, përgjegjësi që të zbatojnë dhe të mbrojnë popull qerë që nuk janë shumic. Jo ta lënë radikalizimin e popujve që nuk janë shumic që të protestojnë, të radikalizohen për të drejtat. Ai si më i madh e ka për obligim të mbrojë të tjerët. Si që është në Zvicër, gjermanët janë diku 60%, italianët janë 20%, kjo nuk do të thotë se gjermanët do t'i bisundojnë në çdo institucion italianët, mbase edhe atje nuk është rregulluar gjithçka në imëcira si duhet, po funksionon sistemi, funksionon se ka bazë racionale në funksionim, ka racio, ka arsye për marrjen e vendimeve. Këtu te ne nuk ka arsye. Ke rastin e gjykata kushtetuese nuk zbaton kushtetutën edhe në aspektin vizual. Shkruan vetëm gjykata kushtetuese në maqedonisht. Duhet të shkruaj me ligj, po edhe me kushtetut duhet ta ketë edhe në gjuhën shqipe. Dhe ti nuk e ke. Dhe tash ne mos flasim për backgroundin e Konstantinovskit që ku ka qenë, si ka shërbyer e ku ka shërbyer. Pra, ne vendosim njerëz ushtar partijak aty, dhe pastaj kur zbatojnë agjenda partijake ne befasohemi. Meri shifi gjykatësit kushtetues. A pak jurist ka vendi me integritet, a pak gjykatës, prokuror që kanë karrierë të bujshme, që të vendosën në atë pozicion aty, dhe ato të kemë parasysh edhe aspektin ligjor, por edhe aspektet tjera, mos them politike, po aspektet shoqërore, kur bëhet fjalë për funksionimin e institucionit. Pra duhet të komunikojë edhe me shqiptarët, nuk duhet të komunikojë vetëm me maqedonasit, për shkak se shqiptarët etnik përbëjnë 30% të popullsisë këtu. Maqedonasit etnik janë 62-3%. Mirë po, ti duhet të komunikosh me të gjithë, për shkak se ti duhet ta shohësh atë territorin e shtetit si një tërësi, jo prej grupçini ande nuk më interesant.
Pra nëse vërtet je shtet, tash duhet të vendosen aty njerëz që njerë kanë integritet si profesionist, si jurist, e ka plot macionin nga ato. Mirë po të ne e dim ne si vendosen. Kjo është i joni, ajo është i atyre, merrem vesh në parlament, ti përkraj ato kandidatët e mi, unë ti përkraj ato tut, e pastaj ndodhin këto probleme. Po ndodhin këto probleme. Pse ne kemi për herat, do të thoja, instiktin mbrojtës të gjuhës. Edhe mendoj se duke e parë këtë instinkt të reagues, që nuk është keq, mi po këto institucione që janë të ngarkuar etnikisht, sikur diktojnë agenda publike. Shumë për çka do të flasim ne? Me çka do të merren shqiptarët këto? Me çfarë do të debatojnë? Çfarë temash do të kenë tavolinë? Pra krejt na diktojnë këto çarçe. Ne kemi ligj për gjuhët që u soll me shumë vënes, pra mendoni versioni i parë në 2008 u soll, versioni i dytë në 2011 dhe versioni i tretë në 2017, pra 3 versione, ndërkohë që gjuha është dashur me ligj të rregullohet që në 2002-2003. Nësa shohim që ende ka probleme në zbatimin e... Ende ka probleme, për shkak se në 2017 u soll ligji, u themelua inspektorati, agjencia, dhe tash në 2017, merrni 2017-2024, sa gjoba ka shqiptuar inspektorati ndaj institucioneve për moszbatim, ndaj bartësve të institucioneve për moszbatim. Nuk duhet ne non-stop gazetarët shkojnë të inspektojnë se kush e përdor gjuhën shqipe. Nuk është detyrë e gazetarit ajo, që shohim gazetar që nuk është detyrë e gazetarit ajo që ku e ke përkthysin pse s'flet shqip. Është detyrë e inspektoratit. Inspektorati duhet ta gjobis, duhet të ngrej padi në gjyq, gjykatën administrative apo në gjykatë tjetër që të dënojmë për mos respektim të ligjit. Sikur se na dënon në gjobit Safe City neve për mos respektim të ligjit për qarkullim publik në komunikacion. Pra njëti ligj është ai, ligj është ky. E tash pse këtë ligjin ne mos ta implementojmë, po ligjin tjetër ne do ta implementojmë. Pra sikur të jemi në supermarket, kjo më pëlqen e marr, kjo nuk më pëlqen, nuk e marr. Shteti ligjor është krejt ligjet duhet të jenë të aplikuara ndaj të gjithëve njësoj. Pra ky është shteti ligjor. Çdo kalkulim tjetër e bën vendin jo shtet kandidat për mbaje, po një shtet qesharak, i cili as nuk meriton të thua shtet. Pra këtu kemi të bëjmë me disa grupime që unë gjajnë fiseve, ai që është shumic imponon rregullat e veta, ai që është shumic duhet t'i marrë shigjetat mbrohet, pra ky është realiteti ku ne gjendemi sot. Zoti Mehmeti, zoti Neziri përmendi që edhe ligji për përdorimin e gjuhëve po vazhdon edhe të përballet me sfida në fakt. Ku qëndron faji sipas jush? Mendoj se Xhelali i tregoi gjitha sa i përket kësaj pyetje, nuk ka tu faj ka përgjegjësi, sepse ligji është obligim, nuk është çështje vullnetit mirë, sepse që mos i pyet të jem pak më kështu ilustrativ. Kur ishte kjo çështja e tabelave, ku thuhet se kujdes matet shpejtësia në maqedonisht, edhe dikush e pyeti ministrin pse nuk janë edhe në Shqip, në Shkup për shembull, kur është qyteti është dygjuesor, do të thonë gjithë çka është edhe në qytetin e Shkupit është apo e kështu me radhë, to tabelat e njëra tjetrën. Edhe ai tha, pastaj ju tha, a ju intereson tha shpëtimi i jetëve, tha, ata është të flasim për gjuhën. Do të thonë, nuk mund të jetë të dyjet, ose njërin ose tjetrën, ose gjuhën ose jetën. Kjo është absurd, do të thonë, një zyrtar publik të flasë në atë mënyrë. Çka është aq e rëndë ta shkojnë edhe në Shqip, kur është ligji e kërkon atë. Nuk është çështje e fajit, kjo është çështje e përgjegjësisë. Edhe kur parlamenti e mbron qeverinë, edhe parlamenti e ka të drejtën të thotë ti nuk respekton gjuhën, edhe ne ngrem iniciativë për përgjegjësi. Çfarë qoftë jeta e përgjegjësi, për shembull. Skemi. Ku është faj? Faj është deputetët, për shembull, që ato janë mbrojtje e parë, të themi, parlamenti, sepse ai e mbron gjykatësit edhe këtë kryetarin e gjykatës kushtetuese, ai e mbron edhe
shefin e policisë, e voton s'pa, kështë me radhë. Ata është të heshtë. S'këm dëgju, ata është dalin vetëm në parlament heshtje, ke me komandë me thanë votohet, jashtë parlamentit nuk japin deklarata. Kur dalin e për emisione deputetet tanë, unë presë të flasim për çështje konkrete, këto çështje ne që flasim. Ato flasim për partia ju kështu e ka bo, partia ju në kështu se ka bo, po ju keni qenë kështu, tash ne jemi ashtu, kësë është turpësht. Për njerëz që janë zgjedhur nga populli me mira vota, ato duhet të ofrojnë zgjidhje, duhet të japin kahje, ku do shkojë vendi, si do të zgjidhen problemet, kush e ka përgjegjësinë, çka ata bëjnë. Ata duhet të japin përgjigje. Edhe nëpër media, unë isha ato debatet e deputetëve edhe nuk mund t'i përqet, sinqerisht. Kur fillojnë, ata nuk flasin si deputet, po flasin si përfaqësues partive. Partia ju është kështu, partia jona është ashtu. Edhe këtu është problemi. Prandaj kemi në kësi pushteti që smërzitet. Edhe kjo ministresha. Ministresha thotë, shiko, ne gjithë jemi njerëz. Mund të ketë arsye për shembull të Ministri Arsimit e keni fjalën apo? Ministri Arsimit po. Mund të ketë lëshim të zonë, që lëshim ka pas edhe në kohën e kaluar. Ministrat po kanë kërku falje për shembull kur s'ka pas përkthim. Po kjo është në arrogancë. Që e përmendë gjali Zvicrën. Unë kam pas rast një shok, një shok shumë të mirë zvicran, edhe ishim në një konferencë. Edhe ishim të folur ndaj anglisht. Në atë moment erdhi një kolege e tij gjithashtu zvicrane, edhe ky ishte gjermanofon. Ju drejtua asaj në gjermanisht, edhe një fjali ende pa e mbaru, veç i ra kokës, i tha, më falë, je bërë asaj. Unë e kuptova gjermanisht që thëtë më falë, e pasë u shqetësu, edhe e bisedu në bisedën që e kishin në frëngjisht, edhe kur mbari, pas të unë e pyta, tha, shka ishte kjo, tha, pse tash ti u shqetësove? Tha, po turp, tha, unë, tha, si popull shumicë të në Zvicër, tha, unë t'i drejtohem një popull që është minoritet, frankofon, ata frankofonët janë 21%, to janë afa 7%. Ta është në nënçmuese, tha, ti drejtohesh, me thonë si nga pozita e forcës, se ne jemi ma shumë, ta shti të flasin gjuhën time. Jo, tha, ne ta du të flasin gjuhën atyre, sa ta më pak ta, që mos ndjenë ma keq. E kjo çka është? Kjo nuk është në liq, po kjo është vetdije qytetare. Ati e ke kësot gazetar, për shemë, kolegë tanë, e mbrojnë në administration edhe thonë, japin leksione se si duhet si në gazetarët. Po ne i shohim gazetarë maqedonës në konferencën ndërkombëtare, pyesin pse përpara kur ishte kjo IRJM, i bëshin rezil këto një deputet ose një përfaqësues qeverisë nëse e vinte IRJM po e ka vu organizatori, se ashtu është, pse ke pranutulesh ti aty. Pa kjo gazetari është? Jo, nuk është gazetari. Po mund të jetë edhe ajo gazetari, sepse ti çat punë ke. Edhe gazetarin të top. Aktivizëm është, se ti e di që është ka vendim të OKB-s për të quhet ashtu shteti. Ti bën aktivizëm, gazetari nuk bën aktivizëm. Dgjoj, aktivizmin dim ne mund të flasim sa dushën, e kam pas shumë shembuj to, se unë jam që 35 vite jam çik përcjellit të ngjarje dhe ka pas shembuj që kanë organizuar ngjarje, po ajo është tjetër temë. Po gazetari nëse është Tetov, në vjen qytet ku është gjuhë shqipe e para në Shkup të themi është 20%, në jemi atje është mbi 50% ka status tjetër. Edhe e thot, ku e ke përkthyesin? Bilaj ka mund t'i flasë edhe në Shqip nështë, apo jo? Pse jo? Nëse është gjuhë shqipe në kushtitute, ka mund t'i flasë. Pa i u drejtu në maqinisht, e tha, ku e ke përkthyesin? Edhe e tha, mu së më duhet përkthyer. Ajo është arogancë. Ajo mund të thotë, shiko, tash ne mund të përgjigjet në mënyrë që jo të krijojë provokime. Edhe reagimi edhe shoqëria civile edhe gazetar e mbroj ministrën e cila e injoron një të drejtë të një populli me cilën bashkëton. Që po e lëm ligjin anë, që mos kishte hiç ligj. Që s'ka pas ligj për gjuhën shqipe. A duhet kështu sillet? Unë mendoj se jo. Se nuk është ligji vetëm që duhet ti ta detyroje. Ligji është obligim, po edhe jashtë ligj që këtë shembull që dash për Zvicrën. Atje nuk shon në listë ti duhet aty popullit më të vogël të thonë gjuhën e tij. Po ajo është vetdije qytetare, është ndërgjegje qytetare. Edhe kjo është problemi edhe më i madh, se ne shoh nuk ka disa reagime nga Maqedonia janë shumë të pakta ku reagojnë ndaj kësaj, sepse ti nëse nuk e don gjuhën shqipe, ta zon, ose nuk preokupohesh, po ti duhet ta marrësh ligjin.
Ti nuk e mbron ligjin vetëm kur drejtat tua rrezikohen, po kur rrezikohet sistemi ligjor. Pushteti të drejtës. Se pushteti i drejtës, siç e shpjegoj gjëra nuk e përsëris ato gjitha. Pushteti i drejtës nuk thotë se kur ty diçka nuk të pëlqen, ti reagon, kur thue po kjo është problemi i shqiptarëve, çka do të bëjnë ata. E tash ti si popull pakic ose popull më i vogël, se s'do ta përdor fjalën më i vogël. Ma pak me jo numerik të themi, dhe s'du t'i përdoj këta kvalifikimi pakis i vogën i madh, ti çfarë bësh? I ke deputetët që heshtin, se deputet presin dikush që thote, që është, ose që janë mësuar me këtë çështjen e Komisionit të Venecias. 1-2, këta pushtetarë më që thonë, do të çojmë në Komisionin e Venecias. Komisioni i Venecias tash le të më korrigjojnë të juristët tanë që janë që janë shkolluar për profesion, po unë sa e di, ajo është për ta garantuar minimumin që e ka parapak Këshilli i Evropës. Jo për ta vu kufinin ajo zguxoni më shumë të jepni drejta. Ajo është absurd. Po ti më çu Komisionin e Venecias në Kosovë, ku i ke 2.5 ose 3% serb, atë gjua serbe është në gjithë territorin. Atëherë çka është atje? Ku është Komisioni i Venecias? Komisioni i Venecias më tepër merret me rekomandime, po edhe me shqyrtimet të ligjeve që kanë bëjmë me reforma gjyqësore që janë shumë sensitive. Nuk është Serbia ishte obliguar të çojë ligjin që e reformoi gjyqësorin, për shkak se ishte kthesë mbrapa. E kam fjalën se nuk duhet të çohen në Komision të Venecias nëse ligji ka kaluar pak mbi kushtetutën që ka të bëjë me drejtat e popullit që nuk është shumicë. Nuk i kanë kaluar të drejtat. Ajo është absurde. Unë jam të folë për tjetër. Ta e përdorin atë si alibi për t'i kufizuar të drejtat. Problemi është se gjithçka që politikanët mirën vesh në parlament, politikanët maqeni mund të thonë që ne mirën vesh që gjua shqipe dhe gjua e parë. Po themi, Maqedonë votojnë thonë po ne pezon, ajo s'ndodh po çe. Komisioni i Venecias nuk thotë jo nuk guxoni. Thotë në rregull nëse jeni pajtu ju okay është. Komisioni i Venecias thotë ti e ke obligim të sigurisht shkollën fillore ose shkollën e mesme. Ai nuk thotë ti zguxon fakultet çelish, nuk është në skemen e tyre. Po këto ekspertët tanë duhet të sqarojnë këto, ama të sqarojnë ç'është kjo fantazma e Komisionit të Venecias, që është një person nga Maqedonia e cila është dëshmuar në karrierën saj politike profesionale se është antishqiptare. Me deklarimet e saj, është antishqiptare. Po përdoren edhe kjo Komisioni i Venecias edhe për të zvaritur. Po zvaritet se po çaj është roli. Unë them se ai komplet është, pse a ke dëgjuar përpara të përmendet Komisioni i Venecias? Jo. Ishte kur është një diçka e tend që ju pengon, atëherë mirën vesh hajta shema tjerin, kur ishte uniforme për shembull, për uniformat shenjat të dytjen dëgjësore, ose nëse flasim për dëgjësi në ushtri, të zonë mund të jetë problematike sepse komanda ose në banknota. Ose në banknota, pa ata janë çështje të cilat mirë vesh ti ke plot shtete që ke një pakicë të vogël, ti ke Ngostillar për shembull gjuhën turke zyrtare, ke në Kërçov. A janë 20% nuk janë turk, sa e di unë. Po ata kanë bërë zyrtar, pse është vullnet i mirë dhe unë e përshëndes. Po ti këtu gjuha serbe është, nuk janë shumë më pak se 20%. Po me që në gjuha shqipe me pa 0.1% më thotë as mund se ke 20%. Kjo është problemi, nuk është problemi te ligji e përcakton atë që është obligim edhe çka është minimumi. Mirë, po nuk e pengon njeriu që thosh të jetë i civilizuar ose të jetë kooperativ ose të jetë i ndërgjegjshëm për atë që do ta bëj këtë shtet të jetë stabil ose të jetë shtet non-stop me turbulenca politike. Po, në një çështje tjetër që vazhdon mbetet e hapur është edhe provimi i jurisprudencës në gjuhën shqipe. Zoti Neziri, si e keni parë këtë çështje dhe a besoni se do të arrihet një zgjidhje për studentët shqiptar? Shikun, unë sa e di ai provim edhe më herët, edhe pse ka pasur opsion që të jepet në gjuhën shqipe, rrallë është përdorur ose fare nuk është përdorur ai opsion.
ka pas raste që ministri, ombudsmani edhe antarët e komisionit kanë qenë shqiptar, kandidati shqiptar me provimi është dhënë në gjuhën maqedonase. Po unë jam kundër asaj që si opsion të mënjanohet gjuha shqipe. Pra, do të varet nga kandidati vetë. Ai do të zgjedh konform kushtetutës dhe ligjit në cilën gjuhë ai do të përgjigjet. Nëse do të përgjigjet në gjuhën maqedonase, siç ka ndodhur më herët. Por nëse vlerëson se në gjuhën shqipe ai do të jetë më i mirë dhe do të marrë ndonjë evaluim, ndonjë vlerësim shumë më të mirë, dhe ta përdor atë gjuhë. Pse mos ta përdor? Pra unë prapë mendoj edhe te provimi i jurisprudencës, edhe te mënyra se si funksionon gjykata kushtetuese, kryetari i saj. Prapë mendoj se është një strategji që bëhet për të vendosë tema që u konvenon atyre qarqeve sa më lart në atë agjendën publike. Çështjet e cilat nuk do të lënë shumë hapësirë për problemet kyçe që i ka vendi, që është ngecja në procesin e integrimeve në Bashkimin Evropian. Unë e kam përsëritur disa herë dhe mbasi është mund të ketë pak edhe tonalitet pesimist, por Maqedonia e Veriut si shtet, si konstrukt, nuk ka kapacitet vetë të reformohet ose vetë të vinë një shkallë ku ligji që sillet do të zbatohet dhe do të jap rezultate. Sepse te ne është, keni dëgjuar si thonë, Maqedonia e Veriut ka shkallë më të lartë të harmonizimit të ligjeve me ato të BE-s, edhe se Shqipëria, se Malizi. Ti mund t'i kesh 100%, po sa zbatohet, pra s'ke administratë që e zbaton, për shkak se një pjesë e madhe e administratës mendon dhe vendos vetë, thot këtë ne nuk e zbatoj, sa jam unë këtu edhe pik, edhe askush s'mund t'i bëj asgjë. Pa nuk është administratori të mendoj, administratori është të zbatoj atë që i ka dhënë si ligj parlamenti. Edhe qeveria është për atë punë, pra qeveria duhet t'i zbatoj ligjet dhe vendimet e parlamentit dhe pik, dhe duhet ta marrë vendime që kanë të bëjnë me çështje shumë praktike ose të ditës, e që do të jenë në shërbim të qytetarëve në kuadër të ligjeve ekzistuese. Pra, pa mos i ndryshuar ligjet ekzistuese. Qeveria s'ka drejt të mendojë nëse do ta zbatojë një ligj ose jo. Në vende normale flas. Te ne jo vetëm qeveria që mendon, që ministri thotë, unë këtë sa jam këtu, unë nuk e bëj në gjuhën shqipe. Edhe çfarë do t'i bësh atij ministri? Shumë edhe me qenë gjysë për gjysë, qeveria, gjysa shqiptar, gjysa maqedon, çfarë do t'i bëjnë atij ministri? S'kan çfarë t'i bëjnë. Pra duhet ta prishin koalicionin qeverisës. Po le të prishet për një koalicioni, po tash koalicioni. Ose e ke rastin e institucioneve. Po sa jam unë këtu, unë këtë shumë Shqipen nuk e zbataj. Edhe kjo thot drejtori një institucionit për diçka terciale në shtet. Po përsëri po kthehemi te ajo, sepse inspektorati nuk reagon. Dhe nuk reagon, inspektoratin plus e kanë lënë edhe pa buxhet. Përveç asaj, ti ke situatë kur kryeministri kërkon nga drejtori i agjencisë ose inspektoratit, më duket. Inspektoratit. Kërkon që ai të flasë në maqedonisht. Pa, jo kërkon, po do të mos ndi edhe një herë flasë shqip. Po, janë çështje tepër paradoksale. Kupton që nuk tregojnë, nuk dëshmojnë se këtu kemi një shtet serioz. Këtu ka shtet oportunistësh, pra ka shtet të mundësive. Jepet një partisë mundësia, e etnizon shtetin. Pra po ju dha një partisë shqiptare, do ta bëj shtetin shqiptar. Po ju dha një partie maqedonase, do ta maqedonizoj shtetin, kupton? Edhe këtu është problemi, pra ne nuk duhet të fokusohemi te agjendat partijake. Ne duhet të shohim ligjet edhe kushtetutën, për shkak se ato janë kontrata shoqërore. Pra, ato janë ligjet edhe kushtetuta janë sikur 2 milion shtetasit e Maqedonisë të ulen në një vend të nënshkruajnë kontratë përbashkët. Edhe duhet t'i përmbahen asaj kontrate. Se nëse nuk i përmbash, nuk ka kontratë. Pra nuk ka kushtetutë. Nëse kushtetutën dikush e interpreton sikur i konvenon atij dhe nuk i përmbahet kushtetutës, atëherë realisht s'ka kushtetutë për shkak se s'ka kontratë. Pa të marrëveshja e orit ishe plotësimi e kontratës parë, për shkak se atë kontratën e parë nuk e pranuan shqiptarët.
Dhe tani nëse shkon ta mënjanosh atë marrëveshje, për shkak se gjua shqipe është bërthoma e asaj marrëveshje, e tash më mirë do t'ishte shumë më korekte që ato parti që janë kundër marrëveshjes së OE-t ulen thonë nuk vlen kjo marrëveshje më. Pik. Hajde të shohim çfarë do bëjmë atutje. A do bëjmë marrëveshje tjetër, a do bëjmë diçka tjetër, për çfarë do bëjmë? Është më mirë kështu se sa non-stop të preket një temë që është më e mbyllur, pra të hapen temat vjetra. Pra ku është logjika që gjenerata e jonë si e mbajmë ment edhe si gazetar, por edhe si opinionist, edhe si pjesëtar shoqërisë civile, jemi marrë me këto tema. Vazhdimisht merremi me këtë temë. Gjenerata më e re po ashtu, tash edhe fëmijët tanë merren me këto tema. Kjo është e tepërt. Problemi nuk është vetëm marrëveshja e Ohrit. E thu, hajde nëse nuk bëjmë marrëveshje e Ohrit, çka do bëjmë? Jo, mendoj se problemi është nëse shteti nuk i zbaton ato rregullat të cilat vetë i ka përcaktuar, se këto marrëveshje se ke votuar, ne ka votuar parlamenti. Ato që janë parlament ose parlamenti i përparshëm, ligjet që dalin nga kjo marrëveshje, nga në fakt marrëveshja e Ohrit është pak kështu si përdoret më tepër si një sinonim, është kushtetuta, se marrëveshja është e shkrirë të themi në kushtetuta, apo jo? Gjithçka është aty. Edhe problemi është nëse ti thua kjo është marrëveshja e Ohrit, mu së pëlqen, ti faktikisht e mohon kushtetutën, se gjua shqipe nuk e zbatoj marrëveshjen e Ohrit, zbatojmë kushtetutën. Gjua shqipe nuk del nga ajo ka qenë marrëveshje edhe është marrëveshje. Apo, marrëveshje për ta ndruar kushtetutën, për ta vëgjuar shqipe në kushtetutë, për ta bëu arsimin e kështu me radhë kështu. Edhe kjo përfaqësimi i barabartë, kjo edhe badenterin e kështu me radhë kështu. Dhe çka ndodh tash? Me badenterin ti e ke nëpër komuna. Çe ku është Komisioni i Venecias? Ti ke komuna shqiptare, me shumë shqiptare, edhe atje vlen badenteri për Maqedon. Edhe Maqedon ne nuk i ndryshojmë rrugët, emrat e rrugëve. Është absurditet, apo? Tash i ke etiketat e emra janë, si tush, nuk përkasin me realitetin, ose me Jugoslavia. Ose jo vetëm ishte për ke njerëz që kanë qenë kundër maqedonisë të zonë. Mos flasim që kanë qenë kundër shqiptarëve. Nga ana tjetër ti ke njerëz që duhet të jenë të mbahen me emrat e rrugëve, me emrat e shesheve. Kjo është të shteti jo, nuk është Jugoslavia, është e ka mbaruar. Edhe ti nuk mundi ta realizosh atë sepse këto nuk lejon. Ndërsa në nivelin kombëtar, ku shqiptarët duhet ta përdorin badenterin, për çka edhe u bë ky badenteri, u bë për Maqedon, nëpër komunat i pengojnë emrat e rrugëve, po u bë për shqiptarët mos majorizohen në nivel shtetror. Pastaj thanë ata, okay, hajde ta vëmë edhe për komunat, dhe shqiptarët i majorizojnë Maqedonin për komunat, që është pak qëshrake, po nëse. Edhe unë pajtohem, duhet të jenë mbrojtën. Pa të jenë mbrojtën që buxheti ndahet barabartë. Ajo mos e ndrojnë emrat e rrugëve për shembull. Edhe tash ti në nivel shtetror e ke gjykatën konstitucionale dhe mos e intereson çka shkruhet, thotë nuk lejoj. Apo? A tha ashtu? Nuk e lejoj këtë, nuk e gjë shqipe se më intereson. A në nivel lokal zbatohet marrëveshja kjo badenteri. Që komunat e tos heshti, i kam dyse ndruar disa rrugë, po do t'i ndrojmë këtë rrugë nëse ti e ban këtë, do ta bësh këtë nëse ban atë me pazare. E këtë s'ke pazare, sepse ai ka krejt pazarin e ka në dorë, e thotë nuk mundet. Edhe nëse tash parti shqiptare, po këto që në pushtet para së gjithash. Unë nuk flas se për shkak të orientimit tyre politik, po se e kanë përgjegjësi, se ata janë pjesë e vendimarrjes. Ata duhet të reagojnë, pa ata nuk reagojnë. Opozita shqiptare e kom pa shumë herë reagojnë me kumtesa në Facebook, ose kjo ajo nuk është zgjidhje. Unë nuk e pash një preskonferencë dalin në fytyrë, thonë që kjo nuk ban. Si mund të vëmëroj që është pushtet, çdo ditë ke preskonferenca me fytyrën njerëzish apo me përfaqësues. Lësë dhe mëja gjithashtu, shqiptarët me kumtesa. Dhe dalin njerë njavët, kjo nuk është mënyrë. Pse ndodh kjo nuk e di. Media duhet t'i bëjnë këtë pyetje, se ne çeti bëjmë, juve duhet thonë, okay, nëse kur keni kolegjium, nëse pajtoheni me këto që i flasim ne, thonë, okay, pse ne nuk i pyesim ta njerëz? Nuk mundemi ne të përgjigjemi për ata. Pse nuk respektohet kushtetuta? Ne thonë që kjo nuk është mirë, kjo do të çojë në degradimin e raporteve etnike, do të çojë në krimin e
precedenteve, se nesër edhe dikush tjetër kur ta marrë pushtetin, po pse unë ta respektoj kushtetutën ku ky nuk e respektoj, kur gjo nuk e gjet. Ai thot, mua s'm intereson kushtetuta, ti nesër pse edhe ti ndoshta thosh, po edhe mua s'm intereson. Apo? Do flasim vetëm shqip. Ai thot, po ti duhet të dish më qenë pse, po kushtetuta të obligon. Po ty nuk të obligon? Jo, mua jo, po ty. Kupton, do të thënë krijohen kësish raporte, une mos keq kuptohen, kam qenë gjithmonë për harmoni, për bashkëjetesë, për mirëkuptim, mirë po kur e shef ti se edhe shokët tonë, kolegët tonë, gazetar, aktivist qytetar, bashkërëndite me një politikë që është anti një komuniteti, që është i dyti sipas numrit dhe me histori autentike në këtë, se nuk kemi ardhur me gomonën Maqedoni dhe tash e kemi ndryshu atë përbërjen etnike. Ne kemi qenë këtu. Tash ti ke histori, ke luftu për këtë shtet, baballarët tanë, gjyshit tanë, kanë luftu për këtë shtet. Edhe tash ai deltat, kjo është nacionalizëm. Pse ka kërku gjuhën shqipe të nacionalizëm qenë. Besim mundet edhe këto janë problemet të cilat ne duhet të diskutojmë dhe jo vetëm kur do bashkohet Vleni, edhe kur do zgjerin ani kryetar atë kryetar. Që 2 vjet flasim para te. E drejta e përdorimit gjuhës është më e drejtë bazike njerëzore, si e drejta e jetës, kupton? E drejta e pronës. E drejta po niveli është problemi. E drejta e ushqimit, që të kesh qasin ushqim dhe në të pishëm, është e drejtë universale që... A i standalon shpi të flasish. është në ato drejtat që janë të përcaktuara në... Jo, a i thëtë shpi flit falca dush. Për ne flasim se kemi kushtetut. Në kushtetut dhe të gjyë zjetare në këtë shtetin. Ati pastaj me listë përcaktohet që këtë komunë me 50% shqiptarë është kjo, me 20% është kjo, në politikën ndërkombëtare. Ajo është, mirë po është në kushtetut. Për të drejtë, kur flasim për drejtë bazike, ne flasim për në sferën publike, se për shtëpi... Vetëm po them. Çdo njeri ka drejtë çfarë do gjuhet të flasë dhe askush nuk mund ta kontrollojë. Kur flasim për sferën publike që rregullohet, aty është matja e sa zbatohet një drejtë. Shumë e drejta e pronës. Çka thot Konstantinovski? Konstantinovski Folën shpi. Konstantinovski s'ka, se unë që ashtu mendoj. Është mendimi im. Me siguri pasi ta përfundoj mandatin, planifikon të kandidohet kryetar shteti. Jo, kryetar shteti, por mund t'i futet edhe politikës, për shkak se ai bën politikë, ai kërkon ka krijuar të pëlqejë njerëzve që e ndajnë mendimet e tij. Në rregull, le t'i votojnë ashtu. Nuk dëshiron ta zbatojë ligjin. Le t'i votojnë që ta njerëzve dhe shohin çfarë do të bëjë shteti. Fushat dhe këtu është problemi. Pastaj edhe një problem tjetër është. 24 vite, nga 25 vite, nga marrëveshja e Ohrit. Unë mendoj se është një dështim i partive maqedonase. Shkak se partitë shqiptare poshtë lart me ose pa qëllim i kanë edukuar shqiptarët këtu se ky është kompromisi që e kemi bërë ne. Tash ju keni dashur që gjuha shqipe të jetë aty me emër kështu shqipe, po nuk kemi arritur, por realitet do e përdorim. Edhe i kanë bindur shqiptarët që duhet funksionen, të integrohen me këto kushte. Po nga ana tjetër unë nuk shoh që pjesa e maqedonase, jo të gjithë, për shkak se ka shumë edhe te maqedonasit etnik që e kuptojnë realitetin e ri, e pranojnë, bashkëpunojnë për ta rindërtuar, për ta përmirësuar këtë realitet, por keni pjesë që ende dëshiron Maqedoni vetëm për maqedonasit. Po atëherë shqiptarët çfarë do bëjnë? Do të bëjnë një shtet vetin shqiptarët? Zonë një Maqedoni vetëm për maqedonët, çfarë do bëjnë? Vetëm edhe këtë se ka pyetje. Është një mungesë reale e edukimit politik. Qartë. A është një problem? Kur ishin vitet 80-ta, se ju keni qenë dëvegje, unë kujtohesh shumë mirë, ata thoshin, ju shqiptarët duhet ta luftoni nacionalizmin tuaj. Kështu ishte kohën e Jugosllavie kur ishte. Po edhe pastaj vitet 90-ta, kur u bë Maqedonia, mbet ai të themi ai shablon se ju duhet ta luftoni nacionin tuaj. Edhe ne ka pasur edhe partitë tona, shqiptarë që kanë luftuar. Tash kur pushteti nuk e respekton kushtetutën e atij shteti, ato heshin.
Tash thotë juve ju kanë cënu gjuhën, ju luftoni, por ne nuk kemi forcë për ta hek pe pushtetit, ta themi një ministër ose nëse nuk e përkrahen edhe votuesi më që. Kështu që kemi problem pak më të madh shoqëror, nuk është vetëm problemi i politikës. Po, tani nuk po bëj Kastile, zoti Mehmeti, po do të flasim për procesin e unifikimit të vlenit. Është temë e rëndësishme, unë pak me shaka e thash, po është temë e rëndësishme gjithsesi. Në fakt po bëj shaka, unë e dim se ky proces është përballur zoti Neziri me disa sfida, vlerësoni se partitë brenda koalicionit duhet të bashkohen në një subjekt të vetëm politik edhe për të ruajtur trupin votues. Po mendoj se duhet të bashkohen, edhe shqiptarët janë në numër këtu 600.000 ose për votues, nëse marrim numrin e votuesve 200.000 janë votues aktiv. 200.000 që dalin, po, që s'dalin. Tash 200.000 votues nuk ka logjik që të ketë më shumë se 2, eventualisht 3 parti politike. 3 parti politike, kur e themi në kuptoj edhe atë aspektin e orientimit ideologjik, pra nëse ka një të majtë, që do të mbroj fillimisht drejtat e punëtorëve, do të punoj me sindikatat, do të propozoj politika që të jenë në favor të mbrojtjes së klasës punëtore këtu, të shtresës mesme dhe të ullët, dhe do të krijoj ashtu asaj lloj politikash, pra sociale, që me qëllim që të jetë atraktive për njerëzit që janë punëtorë dhe kanë ato bindje, dhe do ta kemi të gjastën që do të punoj më shumë me komunitetin e biznesit, si të krijoj një klim biznesi për më të mirë për to, si ti përshtat ligjet dhe politikën tatimore në atë mënyrë që ai komunitet biznesit të zhvillohet, sepse me zhvillimin e atij komuniteti do të hapen vende të reja të punës, do të rriten rrogat, do të punësohen më shumë njerëz, pra do të ngritet perspektivë, pra do të ngritet. Pra janë 2 pikpamje që duhet të kristalizohen kush për çfarë është. Dhe ajo opsioni qendrës që është më liberal, që është një kombinim i dy anëve ose 2 krahëve. Dhe aq mendoj se duhet të jetë. Pastaj edhe te çështja ta marrim me çështjen e të drejtave të shqiptarëve. Do të kemi një blok që do të ketë një qasje tjetër, e djathta për herë është më konservatore, më e drejt për drejt, më aktive, e majta është e qendrës është më liberale, do thotë ne nuk kemi kësi lloj profilizimi që ta dim se për çfarë këto partitë politike janë aktive në politikë. Tani nëse e merr dhe e pyet cilin do përfaqësues partive, për çfarë angazhoheni ju? Përveç se për të drejtat e shqiptarëve që nuk janë realizuar, nuk din se për çfarë tjetër angazhohen. Ose do të përmendin edhe një temë tjetër për integrimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian, edhe ajo nuk është realizuar as që do të realizohet në të ardhmen të shpejtë. Pra nuk dim pse angazhohet. Pra politika nuk është vetëm integrimi në BE dhe të drejtat e shqiptarëve, ka edhe rroga minimale, rroga mesatare, standardi jetësor, ekologjia, ambienti jetësor, ka shumë tema sociale, ka shumë tema ekonomike që duhet të kesh qëndrim për ato dhe duhet ta dish se për çfarë angazhohesh. Andaj mendoj se është një hap i mirë që fillimisht unifikohet vleni. Dhe është mirë që të strukturohen në kuptimin e partisë, pra, jo të funksionojnë bashkë, mirë po çdo njëri me ato grupet e veta brenda që të ruajnë partitë që i kanë shkrirë tashmë. Pra ato duhet punojnë si një parti, duhet të kenë një strukturë dhe hierarki të qartë brenda partisë dhe duhet të jenë efektive në vendimmarrje. Nuk duhet të vinë situata ku duhet merret vendimi për një ditë, ndërkohë që vleni nuk mund ta mbledhat presidencën që do ta ketë ku do të vendoset me konsenzus e ku një person do të jetë kundër dhe nuk do të merret vendimi. Pra, edhe kjo do ta bëj partinë shumë jo efikase në veprim. Pra nuk do ta bëj konkurruese në skenë. Për shkak se në rastet caktuar duhet liderit i marr vendimet dhe gjithë partia të rreshtohet pas. Në raste ku ka kohë, duhet t'i konsultoj organet partijake dhe organet partijake të marrin vendim liderit ta zbatoj. Pra,
kjo është mirë që gjatë procesit të bashkimit dhe të vonuar, pra të Vlenit, duhet të ketë parasysh edhe ky aspekt, pra aspekti i funksionalitetit dhe efikasitetit të partisë në zbatimin e politikave. Pastaj në anën tjetër kemi BDI-n dhe partnerët që i ka në koalicion. Tani u provuan disa lloj koalicionesh, por prap kemi parti që kanë mbetur jashtë orbitave të saj. Dhe që kanë deputet. Po. Dhe tani edhe ASH-ja e Zjadin Seles që pastaj Arben Travarit e të tjerëve që u shpërnda në disa fraksione. Pra, duhet të mendohet për 2, eventualisht 3, për shkak se çdo gjë më tepër është luks, çdo gjë më tepër është në dëm të artikulimit politik të interesave të shqiptarëve këtu. Dhe jo rastësisht sot e kemi këtë situatë, ku çdo ditë dikush prek një të drejtë që tani më është e garantuar me ligj me kushtetues. Për shkak se s'kemi parti të konsoliduara, nuk kemi parti të cilat janë të fuqishme, dhe nuk kemi parti që përbëjnë atë që deri dje ka qenë realitet këtu, a Maqedonia e Veriut ka qenë një qendër politike shqiptare në rajon. Pra kemi pas Prishtinën, Tiranën, por ka qenë Shkupi dhe Tetova si qendër politike këtu e shqiptarëve, gjë që sot nuk e kemi. Pra partitë politike duhet ta mendojnë atë strategji, se si të pavarësohen nga ajo qasja paternaliste nga jashtë, dhe si të rreshtohen me gjithë ato aktorë si partner. Nuk mund të interesoj të zëmë Kurtit dhe Ramës më shumë interesi qytetarit këtu, se sa interesi i votuesit vetë atje në Kosovë dhe Shqipëri. Interesi qytetarit këtu duhet të interesoj Vlenit, BDI-s, ASH-s dhe partive tjera. Andaj edhe ky reformim, ky unifikim dhe reformimi i partive politike shqiptare duhet të përfundoj sa më shpejt, për shkak të se ne jemi dëshmitarë se në çfarë kushtesh funksionon shteti dhe si funksionon ky shtet. Zoti Mehmeti. Shiko, unë mendoj se bashkimi ose themelimi i Vlenit, tash këto thonë Vlen, po Vlen si strukturë partijake, si një parti, do të jetë një lajmi i duhur, ose një ngjarje e duhur më saktë për Maqedoninë, për shumë arsye, para së gjithash me që kemi një realitet të krijuar nga këto partitë të cilët tani janë duke formuar një parti të bashku me një strukturë partijake, dhe kjo është lajm i mirë. Mendoj për arsye që edhe nuk do t'i përsëris ato që i tha edhe Xhelali. Ajo që unë mendoj se tashmë kjo ka kalu, po është mëkat që Vleni, të partitë e Vlenit, ta Vleni është kështu, nuk është strukturë reale, po tash dëbohet, nuk i kushtuan shumë rëndësi koordinimit të tyre, bashkëveprimit të tyre, para se të fillojnë të qeverisin, se tani ata janë në qeveri, e tash duhet merr me punë qeveritare dhe me punë me themelimin e partive, është pak Mendoni se ka mungesë koordinimi edhe në qeveri? Jo vetëm koordinim, po sigurisht se ka. Ne dëgjojmë deklarata nga vetë aktorët e Vlenit, po problemi se është e dukshme. Do të thonë nuk ketë një strukturë. Edhe kjo, unë e kam thënë po e përsëris, është mëkat që ata nuk u morën vesh ta kenë një lider. Pavarë parasysh se kjo mund ta kesh një lider është problem, unë e kam qartë edhe atë se kemi të bëjmë me struktura partijake të cilët kanë qenë edhe kundërshtar politik, e tani ta zgjedhin një, është problem mirë, po nëse ata pretendojnë të bëhen parti serioze, atëherë do të ishte shumë më mirë ta kenë një. Unë nuk them ky saj do të jetë, po do të ishte më mirë, sepse bashkëveprimi i ka anë të mira, po i ka edhe anë të mira, i ka që është një zgjidhje kompromisi, sepse kishin shkuar ata zgjedhjen me një lider, ndoshta do shkonte edhe më gjatë. Kjo është e mundshme. Sidoqoftë, unë shpresoj se do të gjejnë një mënyrë të koordinohen, mirë po. Kjo nuk e thotë se tash ne do të kemi një ballafaqim, sikur që kemi pa gjithmonë. Ballafaqimi është normal në politikë, mirë po ajo që mungon jashtëzakonisht shumë është dialogu. Partitë shqiptare nuk komunikojnë njëri me tjetrën. Ne kemi ndëgjuar ka pas disa aktorë në strukturën e
e këtij vlenit që ka qenë si konglomerat i partive, të cilët kanë qenë ashpër kundër dialogut me BDI-n, të themi, si parti më e madhe edhe mbetet si parti kështu individuale që është më e madhe edhe me strukturë edhe me gjithçka. Edhe kjo mendoj se ka pas efekte shumë negative për jetën politike, për ne si qytetarë, se për ata aty si mungon gjë. Ato janë prapë aty ku janë, e çojnë punët e veta, e çojnë mirë po për shqiptarët si qytetarë, edhe ata që kanë votuar për Vlenin, edhe ata që kanë votuar për Frontin Evropian, mendoj se është një humbje, ky antagonizëm i theksuar. Është në këtë sekret, ka pas aty njerëz që kanë dashur të dialogun, po shumica e kanë marrë si modus vivendi antagonizmin. Dhe me thënë, nëse nuk e urren, se ata kishte disa herë gare kush e urren më shumë BDI-n, nëse nuk e urren, do të thotë ti nuk je bash lojal ndaj Vlenit. Kjo është një absurd. Shpresoj se tani që do i tekalojnë këto të themi sëmundje fëmijërore, kur të bëhen si parti serioze, edhe tulen tavolinë, edhe t'i lën anësh këto antagonizmet e kaluam. Sa ti ka njerëz që kanë qenë në BDI apo. Tash ata janë këtu në Vlen, edhe unë mendoj që është e mirë për Vlenin, sa ata njerëz kanë eksperiencë. Tash mos i përmend ne se mund të kesh kuptuar, po aty ka njerëz që kanë qenë në BDI në pozita vendimarrëse, edhe unë kam përshtypje se ata e njohin politikën shumë më mirë se shumë të tjerë që e urrejnë BDI-n pse ku e diun për çka. Ata mund ti mbajnë qëllimet e tyre, po veprimi nuk do të jetë ashtu. Veprimi do të jetë që të koordinohen, se ne e shohim që folëm këtë pjesën e parë të misionit, ku u pajtu mendoj se shqiptarët e kanë humbur forcën e ndikimit. Edhe në momentin kur ata jo të përçohen, po të kenë kësi antagonizmash, atëherë ata janë edhe më të dobët. Ata mund të jenë më të dashur për koalicionin Maqedonas, i cili e udhëheq qeverinë, mirë po pozita e tyre është më e dobët. Ata ndoshta nuk e shohin, po ne prej anësh pretendojmë se e shohim. Edhe unë mendoj se kjo është një prej temave kryesore, edhe kur janë disa çështje që nuk kanë të bëjnë me interesin e ngushtë partijak, aty nuk duhet të ketë kësish antagonizma, po duhet të ulen thonë, okay, ne juve nuk ju duam, ju neve nuk na doni. Okay, kjo është normale. Unë s'kam qenë politikash, po e kuptoj. Trashtohen bashkë për çështje të caktuara. Për spaku të kenë një farë kuptimit të ngjajshëm. Nuk mund të thosh ti nuk ekziston ligji për përdorimin e gjuhëve, kur ata e kanë votuar tani janë këtu e thonë nuk është. Të vetë që e thoshin që e arritën suksesin historik, tash kur u bë Vleni thanë jo, nuk ka ligj për gjuhët, po është ligji për 20%. Mendoj është jo serioze thosh ti. E këto sende mendoj se duhet të kalohen, edhe kur ti tekalojnë këto përçarjet brenda, sa ti ka pas shumë kësish vëllime të themi brenda, se kanë qenë njerëz që se kanë njohur njëri tjetrin, që janë shanë të kalumin, edhe tash mendoj se kanë një shansë të bëhen parti tamam, edhe të gëzojnë pozitën e vetë në qeveri të cilën e kanë marrë, ashtu si e kanë marrë. Mirë, dhe për në fund, shkurtimisht, kryeministri Mickoski ka paralajmëruar rikonstruimin e qeverisë në muajt maj apo qershor. Kujt mendoni si rrezikohet më tepër karrige? Unë shpresoj se do t'ju rrezikohet gjithë atyre që s'kan bërë kurrë sent. Unë si qytetar do të kem përfaqësues shqiptar të cilët do të lutsojnë për drejtat e mia, edhe për gjuhën tash flasim më shumë, po jo vetëm për gjuhën, po edhe për integrimin evropian, sepse ti nuk mund të jesh aty vetëm si figurë, si ta arsyetosh si alibi të thush se ne i kemi shqiptarët, ata thonë që kemi ne shqiptarët heshin, tash heshin, nuk thonë që ne duam integrimin evropian. Edhe unë shpresoj se do të kemi asi rikonstruimi ku do të kemi përfaqësues të shqiptarëve, shpresoj që edhe Vleni tash do përforcohet para rikonstruimit, do të jetë më i fortë, edhe do të vë persona të cilat do t'i përfaqësojnë edhe qëndrimet e tyre partijake, tek e fundit qëndrimet e tyre nuk dallojnë shumë. Për ne si qytetarë ne shohim shumë të ngjajshëm, ata mendoj se janë shumë të ndryshëm, po nuk janë. Edhe për mua është me rëndësi të kemi njerëz me integritet njerëzor dhe politik, që ne si shqiptar mos të frigohemi se kush do vijë aty, se do na i shesë interesat, jo vetëm se do i shesë me dënë interes, po me padije. Do thonë duhet të jenë njerëz ta kundërshtojnë, thonë kjo nuk mundet kështu. Ne këtu e kundërshtojmë, po sa mund ne të ndikojmë është çështje tjetër. Po ata duhet të jenë njerëz të cilët do t'i mbrojnë drejtat dhe ne mos të brengosemi se nesër a do të mund të flasim shqip, ose a do të ketë të punësuar shqiptar në institucione, sikur që është kjo
balanseri e kështu me radhë. Zoti Meziri, kujt mendoni që i rrezikohet më tepër karriera me rikonstruimin e parlamentit? Dëshiroj që të jetë ashtu siç tha zoti Ibrahim Mehmeti, se duhet të largohen ato që s'kan bërë punë, ose s'kan realizuar program qeveritar, ose s'kan rezultate në punën e tyre. Dhe ka plot për atyre. Tash nuk mund të është perceptim, nuk duhet të përmend me emra, por në gjithë e dim se kush si funksionon dhe cila ministri funksionon më shumë, ose më mirë. Ku ka përmirësime, në cilin sektor, dhe ku ka regres. Edhe zëvendës ministrat. Edhe zëvendës ministrat, edhe shkak se zëvendës ministrat edhe janë një zorë gjore në të Po bare mos haqetojnë në politikën që është e parë si dushme. Po, ajo po. Dalën të ta mbrojnë ministrin cili punon kundër interesave të mia. Po mendoj se më shumë duhet të, nëse ndodh rekonstruimi që duhet ndodh, që ndodh në vendet normale, që unë nuk besoj se ndodh tash, është që çdo ministër të evaluohet si duhet nga ana e qeverisë, nga ana e kryeministrit dhe zëvendës kryeministrit parë, dhe të shohin se kush çfarë rezultate ka dhënë. Dhe për njerëzit e cilët nuk kanë rezultate, do thotë ata nuk din ta bëjnë punën, do të gjendet një punë tjetër, për shkak se te ne është ai sistemi njeriu të gjejmë punë, jo punës njeri. Pra, duhet të shohim se ku është i nevojshëm dhe ku është i aftë, ku mund të jap rezultate. Jo ta mbajmë në ministri, ndërkohë që edhe ai nuk mund të gjendet brenda dhe ka një stres të madh për shkak se nuk mund ta drejtojë institucionin. Por edhe qytetarët janë viktima të asaj mungese ose të aftësisë për menaxhim të institucionit. Andaj duhet kur flasim për ekzekutiv, për qeveri, për pushtet qendror dhe njerëzit që duhet të vihen aty. Shpesh flasim se sa mbështetës ka ky ministër e sa mbështetës ka ai ministër tjetër në terren, pra në te votuesit. Jo. Njerëzit i zgjedhin me votat e tyre deputetët. Dhe deputetët duhet të zgjedhin kuadro që janë të aftë, që kanë në radhë të parë suksese në profesionet e tyre paraprake, që të drejtojnë dhe të përfaqësojnë partinë politike në ekzekutiv. Pra unë e shoh ekzekutivin, pra pushtetin qendror e shoh si një fush futbolli, ku qyteti ka një ekip dhe për ekipin e tyre luajnë lojtarët më të mirë, pra i zgjedh lojtarët më të mirë, për shkak se nëse është një funksionar i mirë, pa marrë parasysh se si qëndron mhallën e tij, ai funksionar i mirë do ta përfaqësojë mirë partinë. Pra do t'ja zbardh fytyrën dhe e kundërta. Edhe nëse ka përkrajen më të madhe të partisë, nëse nuk e di punën, ai funksionar do ta turprojë jo vetëm partinë e vet, por edhe shqiptarët, në rastin konkret nëse flasim për shqiptarët. Edhe mendoj se duhet të ketë një vlerësim, një evaluim shumë më serioz të punës së ministrave, për ta parë se ku funksionon edhe ku nuk funksionon, çfarë funksionon, çfarë nuk funksionon. Ta zëm prej te ekonomia, që kishim disa sfida me rritjen e çmimit të karburanteve, me mos funksionimin e pikave të karburanteve, kështu me radhë, deri te integrimet. Por edhe drejtësia, por edhe financat. Pra, ne kemi realisht nuk funksionon shteti. Duhet të ketë një rekonstruim 90% ministrave duhet t'i ndroj kryeministri. E sa vetëm nëse mendon që duhet ta bëj funksionale qeverinë, nëse e bën që mendoj se do ta bëj për interesa të politikës ditore, ai do t'i manjanoj njerëzit të cilët nuk kanë bazë ose nuk kanë mbetur pa parti, edhe nuk kanë deputet që u qëndrojnë mbrapa, ose nuk kanë deputet që i kontrollojnë parlament, edhe ato janë të pritës dhe do t'i largoj. Dhe mendoj se këtë do t'a bëj. Dhe kjo është edhe një gabim që do t'a bëj këtë qeveri dhe do t'a vazhdoj funksionimin jo të mirë të institucioneve, të qeverisë. Krahas rikonstruimit, ne duhet të shikojmë edhe mundësinë eventuale të rikomponimit të qeverisë, sepse ne flasim për rikonstruim që është punë e thjeshtë, por ndoshta do të ketë edhe rikomponim, sepse ne kemi pas edhe lëvizje mjaft të mëdha këto brenda partive politike dhe unë nuk e parashtroj mundësinë që të kemi edhe
rikomponim në kuptimin më të gjerë të fjalës, dhe me thanë. Ndryshim koalicionësh? Po, koalicion parti, ose koalicione, ose diçka të ketë edhe si ndryshimi nëse eventualisht ka ndonjë plan më ambicios për zgjidhjen e disa problemeve që janë më të mëdha, po edhe duke pasur parasysh edhe këtë që ndodh tani kemi kriza të mëdha, ndoshta kryeministri, ndoshta do ta shohë rrugës që të inkuadroj edhe ndoshta parti tjera të cilët nuk janë tani pjesë e kësaj. Mendoj për parti shqiptare. Parti shqiptare, se Maqedonia dhe këtë i ka brenda, i ka këtë votë. Përveç edhe LSDM-s të Maqës, po. Po, nëse merr LSDM, atëherë më tjetër mohabet është. Emisioni veçantë para duhet. Atëherë ju falenderit që ishit pjesë e emisionit të sotëm. Faleminderit juve për ftesën. Shikues të nderuar, ju falenderit edhe juve për vëmendjen. Nga unë Ersan Pajaziti, natën e mirë.